Vjosa del nga shtrati dhe vërshon në zonat e banuara rrezikon të kalojë argjinaturën mbrojtëse emergjenca të urdhërojnë evakuimin e mijëra banorëve. Shënohet viktima e parë në Durrës, një punonjësi komunale zgjendet i mbytur në kanal ndërsa erzeni te kalon argjinaturat dhe përmbyt toka dhe shtëpi. Ulja e temperaturave sjell dëbor në zonat malore, vështirësohet qarkullimi në rrugët kombëtare, bllokohet plotësisht aksi Qukës-Qafpllocë. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke nisur sigurisht me situatën shumë të rënduar nga përmbytjet në shumë zona të vendit. Në fshatrat mes Fierit dhe Vlorës ka nisur prej orësh tashmë evakuimi i banorëve pasi lumi Vjos është pranë daljes së plot nga shtrati. Forca të shumta të ushtrisë me mjete të rënda dhe ato të emergjencave po përpiqen të forcojnë argjinaturën duke hedhur inerte. Situata mund të rëndohet gjatë orëve në vijim për shkak të rreshjeve dhe rritjes së prurjeve në Vjos. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.